Ju përshëndes të gjithëve nga studio e lajmeve në televizionin kombëtar Klan News. Do të jemi së bashku në këtë edicion informativ të radhës. Do të flasim së pari për një ngjarje të ndodhur ditën e djeshme, një përplasje fizike në fakt mes hetuesve të BKH-s, forcave operacionale dhe mbështetësve të Agron Kaplanajt në Fier, ish kryebashkiak të Mallakastrës. Për më shumë informacione lidhemi më njëherë në këtë momente me gazetaren tonë Anila Sefa. Anila, të përshëndes, si ka nisur përplasja dhe çfarë kanë deklaruar të shoqëruarit? Ka qenë një ngjarje pa precedente e cila ka ndodhur në orët e vona të mbrëmjes së djeshme në Fier, kryesisht në lagjen 1 Maj, mes forcave operacionale të Byros Kombëtare të Hetimit dhe ashtu siç u tha dhe ju dhe njerëzve të afërmve të ish kryebashkiakut të Mallakastrës, zotit Agron Kaplanaj. Ngjarja ka qenë rastësore, siç ka deklaruar për Klan News edhe vetë zoti Agron Kaplanaj. Disa persona, kryesisht 4 persona, kanë qenë në lagjen 1 Maj ku operon biznesi privat i zotit Kaplanaj, duke ngritur një dron mbas ditën e djeshme. Për të pyetur se çfarë po ndoste me dronin dhe cilët ishin personat që kanë ngritur këtë mjet, kanë shkuar punonjës të firmës, kryesisht Roja, për të pyetur çfarë po ndoste. Reagimi i tyre sipas zotit Kaplanaj ka qenë i ashpër, me fjalë fyese çka ka bërë që të raportohet për këtë debat që ka ndodhur vetë zoti Kaplanaj. Më pas ai ka urdhëruar që mjetit dhe personave që debatuan me punonjësit e firmës t'i bëheshin foto edhe video. Kjo ka acaruar palët e BKH-s. Momenti kur është bërë fotografimi i automjetit të parkuar dhe personave, ka ndodhur dhe përplasja fizike. Sipas zotit Kaplanaj, në të gjithë periudhën e kohës që ka ndodhur ky debat, nuk kanë ditur që personat civil kanë qenë personat e operacionales dhe të BKH-s. Vetëm në momentin kur janë nxjerr armët gjatë konfliktit fizik, ata kanë treguar që jemi të forcat të BKH-s dhe në krye të detyrës. Pavarësisht kësaj, personat janë paraqitur në ambientet e drejtorisë së policisë së qarkut Fier, të dy palët, si pala e BKH-s, ashtu dhe pala e njerëzve, kryesisht janë 2 nipërit e zotit Kaplanaj, kanë bërë kallëzim në polici për sherrin e ndodhur dhe për dhunën e djeshme. Policia e Fierit i ka marrë në pyetje të gjithë palët, duke treguar secili versionin e tyre, çka mbetet tashmë në orët dhe në ditët në vijim për të zbardhur krejtësisht këtë ngjarje të paprecedent. Kjo është ajo pak a shumë pra çka ka ndodhur dhe është treguar nga vetë Kaplanaj. Anila, është marrë edhe në pyetje ish kryebashkiaku i Mallakastrës Agron Kaplanaj? Po, ai gjatë mbrëmjes së djeshme ka qenë në drejtorinë e policisë së qarkut të Fierit, ka treguar të gjithë këtë ngjarje pak a shumë të cilën unë e thash pak më herët, dhe sipas tij gjithçka ka ndodhur, konflikti fizik dhe verbal kryesisht, ka ndodhur për shkak të fjalëve fyese dhe reagimit jo normal të personave të shtetit, pra policisë, forcave operacionale dhe BKH-s. Cila ka qenë arsyeja që ata kanë ngritur dronin? Janë afruar sepse zoti Kaplanaj dhe njerëzit e tij pretendojnë se ata kanë shkelur në pronën e tij private dhe pikërisht për këtë ai ka kërkuar llogari. Cila është arsyeja që ju keni ngritur një dron? Keni parkuar mjetet e juaja në pjesën e pronës së biznesit, zyrave private të tij, dhe për shkak të mos dakordësisë dhe reagimit të ashpër dhe fjalëve fyese të palës tjetër, ka nisur i gjithë debati dhe i cili ka, duhet thënë që është shumë i rëndë derisa ka arritur edhe në nxjerrjen e armës nga ana e BKH-s. Këtë pretendon pra pala e zotit Kaplanaj. Gjithçka pritet të zbardhet pasi sipas tij ishin 4 persona të BKH-s, një femër dhe 3 meshkuj. Pas kësaj ngjarje, sipas zotit Kaplanaj, unë kam folur me një
një nga antarët e BKH-s, i kam pranuar thot edhe në zyrë, kam folur dhe i kam pyetur më në detaje për atë çka ata do të bënin, pavarësisht se nuk e kanë treguar arsyeën e vërtetë ngritjes së dronit. Ata fillimisht kanë thënë që është ngritur, nuk dihet. Është ngritur për të parë, sipas fjalës së tyre, droni është ngritur për të parë tokat përreth zonës, sepse kanë qenë të interesuar për të blerë sipërfaqe toke. Kjo ka qenë e pohuar nga vetë zoti Kaplanaj, e thënë nga zyrtarja e BKH-s. Pavarësisht kësaj mbetet policist. Ditën e djeshme në orët e vona, Drejtoria e Policisë së Qarkut Fier ka dalë me një komunikat zyrtare ku e pranon për ngjarjen në fjalë që përfaqësues operacionale të BKH-s kanë qenë në Fier, por nuk bën të ditur arsyeën dhe detyrën përse ata kanë qenë, është sekret hetimor, përse ata kanë qenë në Fier dhe pranon që kanë ngritur dronin dhe më pas ka ndodhur një konflikt i tillë. Qartë, Anila, të falenderoj për gjitha informacionet që ke përcjell në studio lidhur me këtë ngjarje, ndërkohë ne do të ecim më tej me të tjera zhvillime. Kryeministri Edi Rama së bashku me zëvendës kryeministren Belinda Balluku kanë prezantuar projektet infrastrukturore që janë realizuar për gjatë 3 mandateve socialiste si dhe prioritetet strategjike për periudhën 2025-2030. Rama premtoi ndër të tjera ndërtimin e 2 autostradave që do të lidhen me rrjetin rrugor të Bashkimit Evropian. Gjatë 3 mandateve qeverisje të socialistëve u ndërtuar 1000 kilometra rrugë dhe rreth 40 kantiere janë të hapura. Norma mesatare ose më saktë minimale e ndërtimit të infrastrukturës në Europë është 7 deri në 9 vjet. Ka projekte të cilat janë bërë të njohura për faktin se kanë marrë edhe 25 e 30 vjet. Kryeministri Edi Rama premtoi se autostrada me standarde europiane do të lidhin Shqipërinë me rrjetin e Bashkimit Evropian. Është një infrastrukturë e standardeve europiane që nuk ekzistonte. Ne do kemi 2 autostrada të kategorisë A, që janë 2 autostrada që lidhin Shqipërinë me gjithë rrjetin e autostradave të Bashkimit Evropian. Çdo projekt infrastrukturor thotë se do të jetë jo vetëm në funksion të ekonomisë, por edhe të Shqipërisë turistike. E gjithë kjo që deti po i sjell Shqipërisë është jashtëzakonisht e rëndësishme në këtë fazë, por në një fazë të dytë do të jetë themeli i asaj që Shqipëria do të ndërtojë në gjithë pjesën tjetër, ku do të jetë realisht një Zvicër, një Austri e Ballkanit. Falëngritje së qendrës së monitorimit të trafikut drejtuesve të mjeteve do të vi gjoba në telefon. Rama theksoi se kamerat e vendosura nga investimi i ri do të heqin nga akset kombëtare policët rrugor. Një rritje shpejtësie në një pikë caktuar të Republikës së Shqipërisë, aty ku janë kamerat në akset kombëtare, sinjalizohet këtu. Pra nuk do ketë më policë në rrugë. Ajo që ne po punojmë është që gjoba të të vijit në iPhone bashkë me portretin tënd. Bashkë me gëzimin që ke në faqe kur ndjen adrenalinën e shpejtësisë. Rrjeti hekurudhor është edhe ambicia e radhës e kryeministrit, për të cilin thotë se i duhet më 11 maj vota e shqiptarëve. Ne kemi marrë ose financime ose angazhime për financim nga Fondi i Investimeve të Ballkanit Perëndimor që mbështetet nga Bashkimi Evropian, por që është 90% kredi. Në totalin e vetë, në Shqipëria ka marrë nga Bashkimi Evropian, pa llogaritur këto angazhimet e fundit, diçka më shumë se 1 miliard. Ndërsa zëvendës kryeministra Belinda Balluku tha se në 10 vitet e ardhshme Shqipëria do të ketë një rrjet modern hekurudhor prej 530 kilometrash që do të lidh veriun e jugun, e që nis nga projekti Kuqezi. Pra, kjo hekurudh, përveç një ëndre, për t'i dhënë akses të gjithë kosovarëve për të ardhur në Shqipëri
në rreth 2 orë e gjysmë, 3 orë, nga ana tjetër krijon dhe një akses të plot të lëvizjes së mallrave dhe unë këtu do të shtoja edhe diçka tjetër. Krijon një akses për Shqipërinë në korridorin e 10 përmes hyrjes nga Nishi, duke e bërë kështu vendin ton të lidhur me 3 korridore infrastrukturore të rëndësishme, me korridorin Adriatiko-Jonian, me korridorin e 8 dhe me korridorin e 10. Kryeministri Edi Rama ka vjuar fushatën elektorale në Kamës, aty ai zhvilloi një takim me të rinj ku ka kërkuar votën për Partinë Socialiste më 11 maj si e vetmja forcë që do të mundësojë një të ardhme europiane për ta. Kryesocialisti Edi Rama zhvilloi një takim me të rinj të Kamzës në kuadër të fushatës elektorale. Kryeministri e krahasoi Kamzën si epokat që ka kaluar Shqipëria. Nëse ka një vend në Shqipëri ku realiteti është një libër që mund të shpjegoj kapitull për kapitull, që nga infrastruktura, tek arsimi, tek shërbimet, është pikërisht Kamza për të parë se si duke i angarkuar detyrën një njeriu të duhur, bëhet e mundur që shumë gjëra të duhura që nuk ka ndodhur më parë të ndodhin dhe të bëhen realitet. Kreu i qeverisë nuk harroi të fliste edhe për pasaportën europiane. Kjo pasaporta këtu është një status i ri për shqiptarët. Ti ke të njëjtat të drejta që kanë bashkëmoshatarët e tu, francez, gjerman, italian, suedez. Një episod ka ndodhur gjatë takimit të kryesocialistit Edi Rama me të rinj të Kamzës. Një zë nga rruga është dëgjuar gjatë fjalës së Ramës. Dhe të bëni, po do iki, mos kemi rak. Dhe të bëni Rama ik, se duhet në këtë raste gjithmonë na duhet një hudhër, edhe sikur mos na vi duhet asajojnë. Në fund, kryesocialisti u kërkoi të rinjve që të bindnin njerëzit e tyre për të votuar numrin 5 për të ardhmen europiane. Mirë, do të rikthehemi edhe një lajme të ditës së djeshme, pra ku kishte një përplasje fizike mes hetuesve të BK-s, forcave operacionale dhe mbështetësve të Agron Kaplanajt në Fier, ish kryebashkiak i Mallakastës. Lidhemi kësaj here me gazetaren ton Glidona Daci për të mësuar më shumë. Glidona, të përshëndes, cilat janë hollësi dhe detajet më të reja rreth kësaj ngjarjeje? Sa i takon dinamikave të hetimit nga ana e prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, sepse duke qenë se në le të themi në përplasjen fizike mes njerëzve të Agron Kaplanajt dhe gjithashtu nga ana tjetër edhe oficerëve të operacionale dhe agentëve të Byros Kombëtare të Hetimit janë të përfshirë, le të themi, edhe këta të fundit të cilët janë të angazhuar nga ana e strukturës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, deri në këtë moment SPAK nuk ka reaguar zyrtarisht për të sqaruar situatën, ndërkohë që nga ana tjetër duhet theksuar që të paktën sipas asaj çfarë ne kemi mundur të mësojmë nëpërmjet burimeve dhe po ashtu nisur edhe nga deklaratat e bëra publike nga kreu i SPAK Altin Dumani, që prej datës 11 prill, kur ka nisur zyrtarisht fushata elektorale, agjentë të Byros Kombëtare të Hetimit kanë zbarkuar në terren, përgjithsisht në qarqet problematike, por gjithashtu edhe në zonat ku ata konsiderojnë që janë të nxehta dhe mund të ketë element apo se mund të konsumohen elemente veprave penale të cilet janë atributi prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, por gjithashtu edhe prokurorive me jurisdiksion të përgjithshëm. Gjatë ditës së djeshme, SPAK të pakën dhe informacionet që ne kemi mundur të sigurojmë në rrugë jo zyrtare, ka qenë në vëzhgim për një çështje të cilën prokuroria posaçme ka dyshime se po konsumohen elemente të veprës penale, por nuk e pranon nëse kemi të bëjmë këtu me krimet zgjedhore apo kemi të bëjmë me rastet e ngjarjeve të rënda kriminale të cilat mund të jenë duke hetuar SPAK për çështje dhe për llogari të zbërthimit të aplikacionit Sky SEC dhe mund të ketë dalë në përgjimet dhe në komunikimet e Skyt edhe të dhënat të cilat mund të shërbejnë hetimit të SPAK. Fakti që gjatë ditës së djeshme kanë qenë agent të Byros Kombëtare të Hetimit dhe agent operacional, të cilët edhe në planin e masave që ata kanë nuk duat të identifikohen dhe nuk mund të vetë identifikohen sepse në këtë lloj mënyre prishet dhe operacioni të cilin ata ose prishet mënyra dhe dinamika të cilën ata kanë për detyrë për të kryer hetimet.
Gjatë ditës së djeshme të paktën edhe në informacionet zyrtare të cilet i solli Drejtoria Vendore e Policisë së Fierit, SPAK dhe agjentë e Byrosë Kombëtare të Hetimit, forcat operacionale dhe agjentë e krimeve të rënda kanë qenë në terren për një çështje hetimore të cilën ata ishin duke e ndjekur. Dhe gjithçka ka nisur nga një debat me fjalë me njerëzit e Agron Kaplanajt, ka përfunduar më pas edhe në përplasjen fizike. Fillimisht agjentët e operacionale dhe gjithashtu agentët e Byrosë Kombëtare të Hetimit nuk janë identifikuar për qytetarët të cilët i kanë ndaluar, sepse edhe ata të cilët do të zbresin në terren për të hetuar krime zgjedhore nuk do të identifikohen dhe nuk do të jenë me logo dhe me sinjale të dallueshme, në mënyrë që të kenë mundësi të kryejnë veprime proaktive dhe metoda speciale të hetimit në kohë rekord sa i takon të gjitha dinamikave për shkak të fushatës elektorale e cila ka nisur që prej datës 11 prill dhe do të përfundojë në datën 9 maj, aty ku më pas do të kemi datën 10 heshtin zgjedhore dhe në datën 11 maj votimet për qeverinë e ardhshme. Të paktën nga debati që ka nisur dhe me fjalë le të themi fillimisht fyese dhe më pas ka shkuar në përplasje fizike mes palëve, sepse vetëm në momentet e fundit, sipas informacioneve që ne kemi, agentët operacional janë vetë identifikuar, duke thënë që ne jemi operacionale e policisë së shtetit dhe aty ka nisur edhe përplasje fizike. Nga pala e personave të cilët ka nisur të parët konfliktin, pretendohet se nuk janë identifikuar, janë dukur persona të dyshim, nuk kanë pasur logo dalluese në automjete. Por mënyra se si veprojnë le të themi struktura operacionale e policisë së shtetit apo departamenti për hetimin e krimeve të rënda dhe agjentët e Byrosë Kombëtare të Hetimit janë dy struktura të cilat lëvizin në një farë mënyrë me makina të konfiskuara në kuadër të hetimeve që ka kryer prokuroria posaçme për provë dhe jurisdiksionet të përgjithshëm dhe janë automatet të cilat janë konfiskuar nga personazhet të cilët nuk i kanë justifikuar ato me burime të lishme dhe nuk janë me logo identifikuese. Në këtë lloj mënyre ata shmangin identifikimin dhe kanë mundësi të kryejnë hetime në mënyrë kohë-rekord me veprime proaktive dhe të bëjnë edhe arrestime në kushtet e flagrancës. Qartë, nëse do t'i riktheheshim dëshmive për të shoqëruarin edhe midis tyre dhe vetë Agron Kaplanajt, çfarë kanë deklaruar Gidona në polici? Sa i takon deklarimeve, dinamika le të themi ose mënyra se si ata kanë argumentuar ka të bëjë pikërisht me faktin që nuk i kanë njohur, nuk janë identifikuar personat të cilët në një farë mënyrë kanë shkuar apo kanë parkuar automjetin, kanë qenë disa herë në lëvizje në zonë, sepse duhet theksuar që agentët e operacionales apo agentët e Byrosë Kombëtare të Hetimit të cilët kanë zbarkuar në terren për sa i përket veprave penale të cilat lidhen me krime zgjedhore, në asnjë moment nuk do të identifikohen, secili prej tyre është dhënë një ambient i posaçëm në prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm, ku ata do të kenë mundësi të kenë bazën materiale në mënyrë që të bëhen në kohë rekord të gjithë dokumentacioni i nevojshëm. Ky ka qenë edhe dinamika në një farë mënyrë dhe deklarimet e tyre lidhen pikërisht me faktin se kanë ngjallur dyshime për shkak të mos identifikimit dhe veprimeve që ato po kryejnë në terren. Ndërkohë që nga ana tjetër, përpos faktit që kanë identifikuar agentët e Byrosë Kombëtare të Hetimit dhe agentët operacional, kanë prishur edhe punën e hetuesve. Qartë, Gidona, falenderoj për gjitha informacionet që ke përcjellë në studio lidhur me këtë hetim, me këtë ngjarje, ndërkohë ne do të ecim me teme të tjera zhvillime. Për gjatë takimit elektoral në Vlorë, Sali Berisha paralajmëroi bandat kriminale se nëse do të ndryjë në zgjedhje do të shpallen organizata terroriste. Kryedemokrati premtoi se me ardhjen në pushtet të Partisë Demokratike do të rriten pagat dhe mirëqenia. Të pamundurat do t'i bëjmë të mundura dhe do t'a shpëtojmë vendin nga e keqja. Kështu shpreh kreu i PD-s Sali Berisha gjatë një takimi elektoral me demokratët e Vlorës. Menduan se i lanë duart me ne, po ja ku jemi sot, të ngritur si sfinksi në zenit, si feniksi në zenit, të pamposhtur, të sigurt të fitore. Ne jemi burra dhe gratë, që besojmë se i bëjmë të pamundurat të mundura. Para vlonjatëve, Berisha premtoi se me ardhjen në pushtet të Partisë Demokratike nuk do të ketë më mirim sipas tij, pasi do të rriten pagat dhe mirëqenia. Çdo pensionist, çdo qytetar me rrogë tult, që s'do jetë më kurndën 500 euro. Çdo i papunë, çdo njeri në ndihmë ekonomike, do ketë kartën e konsumatorit. Me te, do blej 20% më lirë çdo gjë, ushqimet dhe gjërat bazë, se sa të tjerë. Një pakt me ju sonte dhe me gjithë shqiptarët,
Nuk mundet që për 4 vite të arrim mirëqenjen e kombëve të pasura. Por një gjë do të arrim brenda 4 muajve. Listën e ilaçeve që marrin ata të financuar nga shteti do ta marrë çdo shqiptar. Le të kushtojnë ç'të dojë. Berisha u ndal edhe te mos kandidimi i kryeministrit Rama si deputet në qarkun e Vlorës. Njerë të përgëzoj unë ju, të përshles për zemërsisht je për Zut. Nuk guxoj të kandidoj më në Vlorë. Dhe kjo është një fitore moralit tuaj. Sipas Berishës, të gjithë ata që do të prekin votën e lirë apo manipulim të saj dhe do të terrorizojnë qytetarët, do të shpallen grupe terroriste. Paralajmëroj çdo bandit, kudo që ndodhet, se po u implikohet me vota, do të cilësoj grupe terroriste, shqiptare ndërkombëtare. Donald Trump dekretoi shpalljen grupe terroriste të karteleve të drogës. Ndaj dhe u them bandave, nga Shkodra në Gjirokastër dhe kudo që janë. Mos guxoni të shtrohi, të shqetësoni të fiksoni qytetarë. Se ju jap fjalën e nderit, do shpallit terrorist ndërkombëtar. Çka do thotë? Do keni ndërshkime që si imaginoni. Si imaginoni ju. Miq. Ky është. Sipas Sali Berishës, programi i 11 majit është programi i të gjithë shqiptarëve pa dallim partie. Fton çdo opozitar dhe opozitar të bëhet misionar në paraqitje e këtij programi tek çdo qytetar shqiptar, tek çdo socialist, tek çdo pa parti. Ky program është për çdo shqiptar që do këtë vend, që do të jetojë në Shqipëri, që do të prosperojë në Shqipëri. Në përmbylljet e takimit në Vlorë, Berisha u bëri thirrje demokratëve të bënë bashkë me 11 maj që PD të rikthehet në pushtet për të qeverisur vendin. Votimi i shtetasve shqiptar që jetojnë jashtë vendit ka nisur. Krye komisioneri Lirian Celibashi nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale bëri të ditur se këtë të martë në orën 7:15 zgjedhësi i parë nga jashtë vendit me vendbanim në Erlangen, Gjermani dhe votues në qarkun Dibër ka marrë fletën e votimit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Sipas shifrave zyrtare të KQZ-s, deri tani janë dërguar rreth 80.000 zarfe në këto 30 qytetarë shqiptar të diasporës që i kanë marrë në dorëzim. Fletët e votimit do të mbërrin bashkëdhetarëve tanë në Europë nga data 15 deri më 22 prill dhe në kontinentet e tjera nga data 15 e deri më 25 prill. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është ngritur një zyre posaçme për SPAK dhe Prokurorinë e Përgjithshme. Këto 3 institucione do të bashkëpunojnë për të hetuar denoncimet e qytetarëve për krimet zgjedhore. Në ambientet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është hapur zyra e posaçme, ku janë vendosur punonjësit e SPAK dhe Prokurorisë së Përgjithshme dhe që do të hetojnë çdo denoncim që do të vijë nga ju që ka të bëjë me krimet zgjedhore. Në këtë zyrë, përfaqësues nga këto 3 institucione do të trajtojnë çdo shkelje që mund të ndodhë gjatë fushatës apo ditës së votimit. Në monitorim do të jenë edhe të dhënat e bëra publike në media dhe rrjetet sociale dhe që më pas do t'i përcjellen strukturës qendrore dhe grupeve hetimore në terren. Në dispozicion të qytetarëve dhe institucioneve është ngritur një platformë e posaçme për denoncime, duke përfshirë një numër emergjent, raportim online dhe adresë emaili. Ndërkohë SPAK po vepron në terren me 16 zyra në të gjitha qarqet e vendit për të adresuar të gjitha shqetësimet e qytetarëve dhe institucioneve sa i përket krimeve elektorale. SPAK thot se fokus i këtyre grupeve hetimore do të jetë në parandalimin dhe hetimin e përdorimit të administratës publike, infrastrukturës shtetërore dhe përfshirja e grupeve kriminale në procesin zgjedhor.
Dështon seanca konstituive e Parlamentit të ri të Kosovës, kryeministri Kurti dha dorëheqjen, por sipas opozitës duhet ta kishte marrë këtë vendim para kësaj seance. Pritet që presidentja të caktojë një tjetër datë për mbledhjen e kuvendit. E kishën përpara letrat e betimit, por seanca e konstituimit të kuvendit dështoi që në fillim deputetët nuk arritën as të betohen pasi nuk ka kaluar raporti i komisionit për verifikim të kuorumit dhe mandateve. PDK, LDK dhe AAK ishin kundër raportit. Vetëvendosje dhe disa deputetë pakicave për e ata të listës serbe abstenuan. PDK, LDK dhe AAK edhe në komision nuk e kishin votuar raportin, pasi sipas tyre kryeministri dhe ministrat të cilët emërohen deputet duhet të jepnin dorëheqje. Edhe pas konsultimeve marrëveshje nuk u arrit, pasi letra e kryeministrit drejtuar po të martën kryetarit të diritashëm të parlamentit Glauko Njufca nuk po u ambush syrin opozitës. Vetëvendosja akuzoi opozitën se bashkë me listën serbe qëllimisht po e bllokojnë procesin e konstituimit të kuvendit. PDK e LDK po e kritikojnë vetëvendosjen se po e shkel ligjin dhe kushtetutën. Sipas tyre në momentin që ata japin dorëheqje zyrtarisht, këta janë të gatshëm të votojnë raportin. Pak që e kanë shkel ligjin kur janë certifikuar rezultatet, po sot nuk munden me dhon betimin. Zoti Kurti le t'jap dorëheqje. Në qoftë se është dhënë letër dorëheqje dhe të njëjtat kanë vazhduar në zyre dhe zyret i kanë këtu, atë çfarë vlere ka kjo letër? I mbetet kryesuesi të seancës që të organizojë dhe të mbledh deputetët në një seancë të radhës, më së largu 48 orë nga momenti i dështimit. Rikthehemi në vend, nuk kanë munguar tensionet brenda kampit të emigrantëve në Gjadër. Një pjesë e tyre kanë dëmtuar dhomat ku po mbahen, ndërsa 3 persona janë lënduar me thik. Gjithsesi situata është dhënë në kontroll me ndërhyrjen e forcave italiane të sigurisë. Paraditën e kësaj të martë, kampi i Gjadrit duke i qetë, por brenda tij nuk kanë munguar tensionet në 2 ditët e kaluara. Kjo për shkak se një pjesë e emigrantëve që po mbahen aty prej 11 prillit janë revoltuar duke kryer akte dhune. Mediat italiane raportojnë nga burimet e autoriteteve të këtij vendi se rreth 20 emigrantë kanë dëmtuar dhomat ku qëndrojnë si dhe kanë shkatruar një pjesë të pajisjeve të tyre. Sipas të njëjtave burime, 3 prej emigrantëve kanë marrë lëndime të lehta me thik. Menjëherë pas incidentit kanë reaguar autoritetet italiane që menaxhojnë atë që ndodh brenda kampit. Personat problematik janë vendosur në izolim dhe po mbahen në monitorim. Edhe jashtë, policia shqiptare ka shtuar masat, ndërsa theksohet se situata është në kontroll dhe se nuk është cënuar siguria. I pyetur për tensionet në kamp, ministri i Brendshëm italian Matteo Piantedosi konfirmoi se kontingjenti është problematik, pasi mes tyre ka edhe të akuzuar ose dënuar për krime të rënda, përfshirë vrasje të mbetur në tentativë, dhunë seksuale, lëndime, pornografi me fëmijë, vjedhje, grabitje dhe posedim të lëndëve narkotike. Mediat italiane raportojnë se njëri prej emigrantëve, një 22 vjeçar nga Bangladeshi, është rikthyer në Itali pasi ndaj tij ishte rrëzuar urdhri për riadhesim. Të tjerët duhet të presin që brenda 18 muajve të dërgohen në vendet e tyre të origjinës. Apeli i gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka rrëzuar ankimimin e bërë nga Ajola Zoza për kthimin e telefonit të sekuestruar. Bashkëshortja e kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, ka kërkuar që të hiqet masa e sigurisë së sekuestrimit të sendeve të saj personale, ku veç telefonit bëhet fjalë edhe për dokumente dhe materiale të tjera që u bllokuan nga SPAK përgjatë kontrolleve të ushtruar në dhjetor të vitit të shkuar, të cilat do të vijojnë të qëndrojnë në duart e hetuesve. Në njoftimin e GKK-s shkruhet se Zoza ka mundësi të ankimoj këtë vendim brenda 45 ditëve. Ajo ndodhet në masën e sigurisë detyrim paraqitje për 3 akuza. Një risi tjetër vjen nga fusha e teknologjisë, është realizuar bateria e së ardhmes që është lehtësisht e shformueshme dhe përshtatet me çdo lloj pajisje. Realizohet bateria fluide që mund të marrë çfarëdo lloj forme, mund të zgjatet deri për 2 fishim të gjatësisë së saj, duke ruajtur të pandryshuar performancën edhe pas 500 cikleve të rikarikim dhe shkarkim. Është ideale për të ushqyer pajisjet teknologjike që mund të mbahen në trup, robot të butë dhe të shformueshëm, sikurse dhe pëlhura inteligjente. I gjithë projekti studimor është publikuar në revistën Science Advances nga kërkuesit e Universitetit Linköping. Për ta realizuar, ekipi kërkuesve kanë konvertuar elektrodat nga forma solide në një formë të lëngshme, duke përdorur materiale ndryshe nga provat e kryera deri më sot që kishin dalë pa sukses.
Kësaj here janë përdorur plastika përçuese dhe konsistenca e produktit është ajo e një paste dhëmbësh. Mund të gjej përdorim në printime 3D dhe i hap rrugë modelimit të baterive sipas kërkesës, duke hapur kështu një teknologji plotësisht të re. Bateritë janë ndërpjesët më të mëdha në elektronik dhe që zën mjaft vend e duke i prodhuar të buta dhe fluide, nuk ka limite për projektime të reja. Giganti teknologjik Nvidia ka shpallur një nga investimet më të mëdha të dekadës në fushën e inteligjencës artificiale. Ajo ka në plan që të investojë $500 miliardë brenda 4 viteve të ardhshme në ndërtimin e superkompjuterave për inteligjencën artificiale. Kompania teknologjike Nvidia do të prodhojë superkompjuter për inteligjencën artificiale. Bëhet e ditur se do të investojë $500 miliardë brenda 4 vjeçarit të ardhshëm në infrastruktura për superkompjuterat që do të shërbejnë për të. Investimi do të kryhet i gjithi në territor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe kompania e bën të ditur në një njoftim ku thekson se ka nisur tashmë bashkëpunimi edhe me manifakturier për projektimin dhe ndërtimin e fabrikave për prodhimin kombëtar të superkompjuterave. Kompania teknologjike për realizimin e megaprojektit ka në dispozicion 90.000 metra katror hapësirë prodhuese që do të shërbej për ndërtimin dhe testimin e çipeve Blackwell në Arizona dhe për superkompjuterat që do të shërbejnë për inteligjencën artificiale në Texas. Shkojmë në publicitet.